Sot dua të flas për familjen dhe për kulturën popullore. Dy gjëra që na ndihmojnë të kuptojmë çfarë jemi dhe çfarë duam të jemi. Në të kaluarën shumica e familjeve ishin tradicionale, familje që jetonin me shumë njerëz brenda shtëpisë së tyre, që ndanin punët me njëri tjetrin, zakonet, ruanin traditat e të parëve dhe kjo vazhdoi brez pas brezi. Por, me kalimin e kohës, mënyra se si jetojmë absolutisht që ka ndryshuar. Sot ke familje që zgjedhin të jetojnë vetëm, pra dy prindër bashk, dy të rritur bashk, të cilët zgjedhin të kenë apo jo fëmijë, mbi të gjitha, ndryshe nga familja tradicionale që ndanin gjithçka bashk, këto çiftet e reja në përgjithësi sjellin dhe zgjedhin të sjellin secili gjëra të ndryshme në formimin e familjes dhe në ndarjen ekonomike, pra secili ka buxhetin dhe xhepin e tij. Por se çfarë sjellin i ndajnë me njëri tjetrin. Kjo ndryshon mënyrën se si njerëzit komunikojnë dhe bashkëjetojnë. Siç e thash më përpara, në familjen tradicionale rolet ishin të qarta, ndërsa sot secili ka hapësirën e vet. Familja moderne na jep më shumë liri dhe hapësirë për të ndjekur ëndrat e tona. Përsa familja tradicionale i jep të njeriu një lidhje shumë të fortë me njëri tjetrin. Është njësoj se të gjesh një ekuilibër midis vlerave që vijnë nga e kaluara dhe nevoja që duhet për sot. Tani kur flasim për kulturën popullore, është ajo që ne shohim dhe dëgjojmë çdo ditë. Filmat, muzikën, trendet në internet. Kultura popullore na formëson mënyrën se si mendojmë për familjen, dashurinë, suksesin dhe vlerat tona. Përmes këtyre tregimeve ne mësojmë se çfarë është normale dhe çfarë jo, çfarë duhet të duam dhe çfarë duhet të refuzojmë. Pra në fund të ditës, familja dhe kultura popullore janë dy gjëra që ecin bashkë. E rëndësishme është të mbajmë atë që na bën të ndihemi mirë, të respektojmë rrënjët tona, por edhe të hapim hapësirë për ndryshim dhe rritje.